Në 29 vjetorin e tragjedisë së Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, familjarët e viktimave vijojnë të mbajnë mbi supe jo vetëm dhimbjen e humbjes, por edhe një plagë të thellë që sipas tyre nuk është shëruar kurrë. Ata deklarojnë se kjo tragjedi ishte e qëllimshme dhe se përtej kohës që ka kaluar, ndihen të lodhur, të zhgënjur dhe të braktisur nga drejtësia që nuk erdhi kurrë. Sipas familjarëve, vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë dhe larg të vërtetës që ata besojnë. Për ta, kjo çështje nuk është mbyllur, por mbetet një histori e hapur, një dhimbje që përsëritet çdo vit. Ata theksojnë se nuk kërkojnë mëshirë, por drejtësi, një drejtësi që sipas tyre është vonuar dhe deformuar ndër vite. Zhgënjimi i tyre nuk lidhet vetëm me institucionet shtetërore. Ata shprehen të revoltuar edhe ndaj përfaqësuesve ligjor dhe personave që kanë ndjekur çështjen ndër vite. Sipas tyre, avokatët janë tallur me dhimbjen e familjarëve, duke përfituar financiarisht dhe duke i shpërndar fondet sipas interesave të tyre. Ka familje që pretendojnë se nuk kanë marrë as dëmshpërblimin minimal për trupat e të afërmve të tyre, ndërsa kanë shpenzuar shuma të konsiderueshme për udhëtime drejt Italisë, ndjekje seancash gjyqësore dhe akomodim. Në këtë rrugëtim të gjatë dhe të lodhshëm, shumë prej tyre thonë se nuk kanë arritur të rimbursojnë as shpenzimet bazë. Ndërkohë të mbijetuarit e tragjedisë, sipas familjarëve, kanë vuajtur pasoja të rënda psikologjike, përfshirë depresionin, pa marrë trajtimin e duhur, as nga shteti italian dhe as nga ai shqiptar. Se bashkë me juve kjo tragjedi 30 vjeçare edhe ju keni qenë mbështetës. Kjo tragjedi që nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Sot në këto momente, familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmija 6 muajsh siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj, dhe të thot gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe prehen në Vareza. Unë kisha 23 vjet në Itali dhe më përfaqësoj kjo pa e ditur unë që më përfaqëson kjo zonjë në Itali. I kam marrë në telefon gjatë gjithë kohës dhe në fund kur mori lekët e saj që kishte vënë dhe kushërive pa të burrit për të marrë para, mbylli telefonin. Edhe nuk përgjigjej më në telefon. Asnjë gjë. Është mbyllur procesi, edhe ata që morën, ata që s'morën s'marrin. Kaq. Është mbyllur historia. Vënë dhe nusën e vllajt. Bardhor dhe burbuqe dhe liaj. Kështu që fëmijën e la 16 dhe tjetrin e la 20 vjet. Ai që ishte bashkë me ta 16 shpëtoi, pësoi edhe një depresion që dhe sot është me 160.000 lekë. Zgjodhën Natashën këta, zotrin kush e zgjodhi për kryetarja për t'i përfaqësuar në Itali, ajo u dall mbushi xhepat sa ve u dha, sa s'u dha në mënyrë private se kështu është. Mbas asaj u zgjodh kjo zonja, se kush e zgjodhi nuk e di. Ne kryetari kemi pas skandalin. Asgjë. Prindit janë njohur, edhe mori 1 milion zonja që shikoni juve. 1 milion, 170.000 lekë për një fëmijë. Për burin qumbi, ata qumbën e baba ngelen me skatërrugë. Ja kjo është pushime. Asnjë burim, asnjë. Pse? Ja, ku ta gjim? Kush? E ka marrë një pjesë nuk ka marrë. Burim që ka ndjekur, që na trupat, që na gjyqet, që na gjitha, sfitoi asnjë. Pëse dhe infrakt. Është me i operuar në zemra dhe njëri si da. Sikur të paktën të jepnin ato lekë të udhëtimit që ka bërë, ato hotelet që ka fjetur. Sot, pas gati 3 dekadash, plagët e Otrantos mbeten të hapura. Kujtimi i viktimave është ende i gjallë, ndërsa kërkesa për drejtësi vijon të jehoj. Familjarët kërkojnë jo vetëm njohjen e plotë të së vërtetës, por edhe trajtimin financiar që u takon, si një detyrim moral dhe ligjor ndaj atyre që humbën jetën dhe atyre që mbetën pas. Plagët e Otrantos janë ende të hapura. Familjarët kërkojnë drejtësinë e munguar dhe trajtimin financiar që u takon.